Unë jam fajtor për atë ditë pse kam qenë në fshatin Banjsk dhe ky është gabimi im më i madh në jetë. Unë për veten nuk mund të them se jam terrorist, për arsye se askënd nuk e kam vrarë, asnjë plumë të vetëm unë nuk e kam shkrepur ndaj pjesëtarëve të policisë dhe ndaj askujt tjetër. I pandehuri Hakime shtu diçka për as veç asajna që thanë në fjalën përndimtare i mbrojturi juj. Falem mbrojtësi ju. Poštovani predsjedniče sude, I nderuar kryetarit gjykatës dhe kryetarit trupit gjykues, antar të nderuar, unë deri më tani nuk jam deklaruar dhe tani në këtë fjalë përfundimtare do të mund të thoja disa gjëra. Si pikë e parë, pajtohem plotësisht me deklaratët e avokatit tim dhe me këtë shqyrtim dhe nuk do t'i përsërisja disa gjëra që i ka thënë ai. Unë këtë gjë, si që tha avokati, shumë herë kam menduar që ta pranoj fajsin, dhe po të ishte reale kjo akt akuze prokurisë speciale, unë këtë gjë do ta bëja. Unë jam fajtor për atë ditë pse kam qenë në fshatin Banjsk dhe ky është gabimi im më i madh në jetë. Jam fajtor për këtë gjë, por i nderuar gjyqtar, unë për vete nuk mund të them unë për vete nuk mund të them se jam terrorist, për arsye se askënd nuk e kam vrarë, askënd nuk e kam lënduar, i vetmi plumb, asnjë plumb të vetëm unë nuk e kam shkrepur ndaj pjesëtarëve të policisë dhe ndaj askujt tjetër. Nëse është ekzaminuar, domethënë pushka ime e cila është gjetur tek unë, ka mund të vërtetohet se nga ajo pushkë janë shkrepur 2 plumba. Që të dyjat në reflektorin i cili ka qenë pranë manastirit, i cili e ka ndriçuar atë zonë në të cilën kam qenë unë në atë moment. Unë më së shumti do të dëshiroja, nderuar gjyqtar, nëse do të mund t'jo prezantoja për 5 minuta jetën time se kush jam dhe çfarë jam. Në jetën time, deri në këtë situatë, nuk jam marrë kur asnjëherë me veprime të cilat janë të kundërligjshme. Dikur kam punuar edhe nga 2-3 punë njëkohësisht për 150-200 euro në muaj. Mirë po, asnjëherë nuk kam bërë asgjë që është e kundërligjshme. Shumë pas arrestimit, kam menduar për atë ditë dhe gjithçka çka ka ndodhur atë ditë, dhe kam kuptuar se për një pjesë të ditës nuk kujtohem, domethënë nuk më kujtohet, sepse unë me të vërtetë, domethënë më ka zënë gjumi dhe ashtu jam arrestuar. Gjë që mund të shihet edhe në fotografi. Çka do qoftë të tjerë të mendojnë, me të vërtetë më vjen keq, domethënë për vrasjen apo për humbjen e policit Afrim Bunjaku, më vjen keq për të gjithë të humburit dhe të gjithë të lënduarit në atë ditë. Dhe më vjen keq që unë kam qenë pjesëmarrës në atë ngjarje. Dhe për fund do doja të thoja edhe një gjë, sepse këtë e ndjej edhe si njeri, edhe për këtu të pranishmin Dušan Maksimović, se me të vërtet mendoj se nuk ka kurfar lidhje me këtë ngjarje e cila ka ndodhur atë ditë në Banjsk. Faleminderit
dhe faleminderit që më ndëgjuat.